Zoti Kurti nuk kishte relacionet mira me administratën Biden, me administratën Trump, me shtetet mike evropiane. Ishim 4 kryeministra shqiptar, me asnjërin nuk pat relacion. Nuk kujtoj që situata në cilën kur ka fitu lëvizave të vendosje, ka marrë për partner njeriun i cili ka qenë kandidat për kryeministën nga rrota e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe realisht, do më thënë, ai momentum politika ka ngrit zotin Kurti, do më thënë në këto situata politike. Edhe normalisht që gjitha partitë politike, sikur na sa po flasim sot për këtu, për zotin Kurti, për skandalet të shumta, edhe më herët ka pas situata të tilla të cilët njerëzit edhe janë lodh në kuptimin e politikave, edhe normalisht që kjo ka reflektuar që ngritja aty të jetë e tillë dhe normalisht këto skandale të cilat po i përmendmi normalisht që pastaj krijojnë edhe zbritjen e tyre. Nuk është e lehtë të ketë ndryshime të tilla, si me thonë politike, nga 14 në 5%, as po 10%, apo 20%, por këto janë graduale, është e kuptueshme, por nëse e shohim nganjëherë po them në atë mendsinë komuniste të vitit të Shqipnisë, nëse i shohim deklaratat e tyre, atëherë kur flasin ata flasin me aq bindje për zhvillimin e vendit, më duket nganjëherë sikur deklaratat e kësaj qeverie që flasin për zhvillimin e vendit në kontekstin e mirë, a realiteti politik në të cilin jemi në një realitet jashtëzakonisht të dëmshëm. Shiqoni, ne duhet i kthehemi në një realitet tjetër. Zoti Kurti nuk kishte relacionet mira me administratën Biden, me administratën Trump, me shtetet mike evropiane. Ishim 4 kryeministra shqiptar, me asnjërin nuk pat relacione të mira. Domethënë, për herë të parë në histori të shqiptarëve ishin 4 kryeministra. Pse mos shfrytëzohet ky momentum politik për interes të përbashkët të Kosovës, ndoshta edhe për njëoj, apo edhe për kalime edhe në Bashkimin Evropian kontekstin e problemeve, por shiqohet mendësia që kush tjetë lideri ballkanik i shqiptarëve. Domethënë, në këtë mendësi politike ne po psojmë. Ndër partive politike, domethënë me asnjërin nuk ka relacione të mira. Shiqoni, ne mund të jemi parti të ndryshme, por në fund ditës jemi shqiptar dhe për interesat vendit ne duhet të ulemi të diskutojmë, edhe për ndonjë ligj të veçantë. Ne duhet të uleshim, të diskutojmë, të zgjidhim, sepse vetëm kështu ne mund të ecim përpara, jo me këtë këkfortësi, me këtë krenetësi, dhe unë jam i gjithdijshëm dhe unë mendoj që kjo zgjidhje në këtë formë, unë kujtoj që vendi nuk ecë mbar. Ne kemi shembullin më të mirë të presidentit Rugova që me qetësinë e vet dhe dashurinë e vet dhe me këkfortësinë e vet për vendin, por jo në relacion me shqiptarët dhe ecjen e përbashkët ne ja kemi pa hajrin, pastaj edhe në vitin kur dol ushtria qëndrimtare e Kosovës, edhe në kohën e Rambujes ishte vetë skena politika, ashtu atëherë ishte edhe presidenti Rugova, president i shtetit Kosovës, por e lejoj një situatë kur zoti tha që edhe heqi delegacionin e Rambujes, por pas luftës, pikrisht kjo situatë në cilin zoti Rugova lejoj zotin Thaçi, ju përkthy me 60% zgjedhjeve lokale, nacionale në vend. Do të thënë logjikat e një situate momentale, logjikat ku ti nuk e sheh vetëm interesin tënd personal për interesin e vendit, unë kujtoj që pikrisht është elektorati i cili reflekton